që me femër siguri, jo kështu, jo ashtu, pasha, zot muhabet i bukur, gjithë knaqeshin me lëvdatat, e kupton? Nuk kishte keq aty. Edhe në fund ju thash, me nis njeriu me pozitivitet, me ju anis muhabetin, me më thënë faleminderit, edhe dëgjoni me vëmendje, edhe në fund me ma kthy me negativitet, munges respekti po, pastaj nga fundi kushtrimi bënte sikur s'jam tavëlit. Sasa gjithashtu. Si? A i s'po do më sajnë në më kohë në studia. Ata faktikisht janë kanë të bërë. Jo, nuk ma kupton sensin asaj që them, edin. Po, kuptoj që ti t'ja udhëntir me krejte, po... Jo, e kam fjallën, edhe Sasa e pranon, gjitha llafet me pozitivitet, me të mirë, edhe në fund me ta ktym gjithë muhabetin nga pozitiviteti. Me negativiteti, thash... Wow, sa deep. Ore pasha zot, O, edin ma duke ke cikur du kalzum me të shfrytzu, kupton? Si ku ke fjalla me të shfrytzu ti me fol mirë për ne, pasaj ne me ta kthy kështu, ti munges higjiene, ti kështu, ti ashtu, edin? Alba, unë e di Mu që... kapën të muhabeti pasarelave të shunave. Alba, unë e dhe njëzë e di që me rështim me S'ke ta. të drejt ti të ndihesh ashtu. Ti lan ty do, se e di që me rështim me ta. Ti me pjesën tjetër. Unë kur ju thja s'kisha ndjesit mere me muhabetin e meshkujve për paraqitjen, për ecjen, për këta, se kështu ndihem, s'ke të drejt ti të ndihesh ashtu, se po në nxjerrën e tjerave keq. Po i thash mirë, ti si e ke bot kuptimin e jetës tënde, është e drejta jote. Unë kam bot kuptimin tim, pse nuk kam ndjesi, nuk po të vej ty me faj, sepse ti u angazhove të komentosh meshkujt. Po e merrni për ofendim, pse unë kam këtë pjesën që s'kam ndjesi. Më ju kapën me muhabete pa lidhje. Bëre keq ti, na ofendove ti, nuk vlerëson meshkujt ti, kushtrimi pastaj ti nuk vlerëson meshkujt, kurse unë i vlerësoj femrat. I thoja kushtrimi, po mirë ma atë kam vlerësu ty si njeri, si mashkull, si je. Çam duhet mu me të vlerësu ty në paraqitje, nuk kam ndjesi me të vlerësu në paraqitje, nuk dua. Sasa, s'ke të drejt ta bësh, e kupton? Ama kur erdhi në fund muhabeti që e peshoj atë shumë, e disa shumë e ka peshu muhabetin e make-upit edhe krevatit edhe gjërave tjera. Hesht mos e mos... Se mos më shumë, e din? Kuptimin e keq të fjallës. Që fjalla ajo mos me folë më keq për mu, për pun higjiene edhe gjërash. Desha me thënë, po ti si mund të më kritikosh njërë mu, që flej unë çdo ditë me make-up, kurse ti si afër me mu në shoqni, ti nuk e din ç'a bëj unë. Jo, po s'dua t'jem, po kur s'don t'jesh as mos më kritiko me i vajs. Të lutem kontrolloj mikrofonin. Urdhëro. Pishqir ti e mra më la? E një këta Të bardhat, po. Po se kur kam pak këshirun se kanë ashtu tjera la. Cilat? Ata tjerat? Ndoshta kur janë Jo, ftof, po. më ka ik me një keq se kam harru që jeni bashkë me Hygerta. Se Hygerta pa të thonë këshir, po harrova që I nxëra unë ata të thatë atë fjalla, edhe i fut atyra që të tanë, edhe i fut atyra që të lahen. Jo, s'ka gjë, okej, faleminderit. Më duket të rrej, ku di... Se kur e nis muhabetin me dashme, me pozitivitet, me lëvdata tjetër ta prese për mirë, e pret që thyet pak akulli, e din, ngrofet muhabetin tavolin. Ama me bë këtë, se kushtrimi në stop, faleminderit, bravo, s'kshu, ashtu, Sasa, gjithashtu, edhe në fund me ta kthy me disrespekt, kushtrimi duke më thënë që, në sensin që, Çfarë sensi? s'po llogarit që jam unë aty. Sasa sensin e vetë që ti je kështu. Ndërkohë Hygerta aty duke mos kritiku asnjërin. Edhe Hygertës ju ktheva thash, po e shoh që ti kritikën e ke vetëm selektive. Me ju kthy tjetrit ku i ka gabimet e veta. Hygerta e ka sipas shoqnis, po pati shoqni të mirë me ty, nuk të fol asnjëherë keq. Po s'pati shoqni, edhe Hygerta mbrëm para gjithëve, nuk dua të jem më afër teje, sa herë që do vish ti do të çohem. Edhe i thash Hygertës, e po nesër, kudo që ti do të vija afër që të çohesh.
Sot ty Gertës do i shkojnë çdo hap mbrapa. Ku do ulet ty Gertës do Mos shkojnë. Sara. Jo më s'është për acarim, kjo është më shumë kështu për fan. Ti thash u Gertës do i bëm palestër njëra tjetrës, do të thush faleminderit. Amo, Se di ku ju buron ajo patjetër me ja ti bot pak tjetrit. ngacman. Si? Ka pak. Ti Për ngacman. zotin mbrëm jo, se kur jepja lëvdatat e gjërat kushtimi faleminderit, shumë faleminderit, e din edhe sasa. Le se pak pingucte. Pasha, zot, po si mund ta ngucësh njeriu në lëvdat, edhe unë kur flas në lëvdat, edhe kur e lëvdoj njeriu në njerëzillëk, asnjëherë nuk ngacmoj. Këtë gjë e vlerësojnë gjithë unë. Po mos ma ktheti mu të mirën me disrespekt edhe me banalitet. Me më gjerë mu pa tjetër që jam e frikshme. Mirëmëngjes. Mirë. Pastaj kur nisën që me më bë kështu negativitet, aty nisa ti ngacmoj, t'ju bëj kështu, si me ironi. Se tash do e lej unë edhe vetën. Jo, normal, që s'unë e Aku lem zot vetëm, ti po... peshoje para kamerave që unë po flet çdo natë me make-up. Plus po flet Akus çdo pa natë për lidhje, çarçaf. veç. Pa lidhje. Kjo për mua është... Edhe ndërkohë që e bënin, qeshnin pastaj të dy njëri me tjetrin. Pse qa knaqësi e gjinte kjo pikë, unë nuk e di. Unë e pres të gjë nga Sasa, nuk është se presa, më Mundje më kanë mbrëm. zonë me make-up gjume. Po ndodh Edhe me shak ndonjëherë. kam kanë zonë. Po, Se veç shkova, edhe qau, mos kom dit as ku jam. po, ndodh në njerë. Po normal që ndohë, mëre. A Normal. më këta pse na shohin në njerë me këta klymet të syt, e llogarisin kështu, të pist. Zemra qka? Bum, bum. Zemra. Qëto flok do të mi Sa fenir... e don, ti nuk e Do të mi fenirat flokat. Pastaj, Ole qëto, ole pak. do të shket lanë. Që sa e ke njës mu larë, ti. A din që më lanë e shpejt. A do në të një. Cili peshker? Hygerta është shumë selektive, shumë. Është shumë njeri i mirë, ama është shumë selektiv. Po nuk është normale me ata njerëz, duket sikur duan me të shfrytzu, që fjala ti të flasësh mirë për ata, edhe ata me ta kthy pastaj me nxjerr ty keq. Apo vjen më loti shurzu, hamon, sa mund. Apo vjen më lot çupi. Po, unë do i laj flokët, ti çfarë do bësh, do i lash edhe trupin? Okej, Dhe elektrizoj pak trupin. okej, Apo vjen më lot. po. Thjesht do laj kështu flokët. Dhe jetë flakët çfarë? Mëngjes.